Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi sot një takim me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj dhe drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja, ku dakordësua mbi planin operacional për ngritjen e një task force të përbashkët mes dy institucioneve. Kjo task force do të ketë në fokus arritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë, ashtu dhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmangen rritjet abuzive të çmimeve të tregtimit të karburanteve dhe duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Ministri i Financave Malaj theksoi se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Së bashku me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve dhe drejtorin e përgjithshëm të doganave, sapo dakordsuam planin operacional për ngritjen e task forces midis këtyre dy institucioneve. Ka për qëllim rritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor për sa i përket sektorit të hidrokarbureve, të tregtimit me shumicë dhe pakicë. Kemi marrë shkas për ngritjen e këtij grupi operacional, nisur dhe nga konflikti më i fundit midis Iranit, SBA-s dhe Izraelit, konflikti i cili ka ndikuar në çmimet e hidrokarbureve, çmime të cilat do të jenë në monitorim nga këto dy institucione në mënyrë që mos kemi rritje abuzime të këtyre çmimeve në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo dhe me pakicë. Sot kemi dakordsuar se kush do të jenë hapat që do të ndiqen nga këto dy institucione, duke filluar që nga vlerësimi me risk i operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe duke marrë informacione nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin. Kontrolli do të fokusohet jo vetëm në kontrollin e dokumentacionit doganor apo tatimor, por edhe në kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen nga pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Ministria e Financave mbetet e angazhuar për një mirë administrim tatimor dhe doganor sa më të mirë dhe në dobi të qytetarëve shqiptar.